Ndërprerja e punimeve në rrugën Qafbuall-Kras për shtrimin me asfalt të saj është shoqëruar edhe me mungesë të mirëmbajtjes. Në trasen e re e cila është e hapur për të ushtruar me asfalt janë krijuar gropa të cilat vështirësojnë qarkullimin e automjeteve. Drejtuesit e këtyre të fundit shprehen se prej të paktën 3 muajsh në rrugë jo vetëm që nuk shihen mjetet duke punuar, por as punëtor për të mbushur gropat. Sa herë ka reshje shiu, rruga mbushet me ujë dhe kthehet me gropa pasi nuk ka asnjë që kujdeset për të. Drejtuesit e mjeteve dhe udhëtarët deklarojnë se që kur janë larguar kompanitë që po punonin, nuk duket më askush duke bërë që aks të kthehet sërish problematik, siç edhe ka qenë më parë. Ata kanë humbur shpresën se projekti i nisur për shtrimin me asfalt do të finalizohet, pasi afati për ta bërë këtë ka kaluar disa herë dhe askush nuk shihet më në kantier për ta finalizuar projektin siç e ka miratuar dhe financuar autoriteti rrugor shqiptar. S'kam pa ka për pakën për në 3 muaj, nuk ka. Nuk ka ikë firma. E s'ka punëtor më. Dhe i këta që pak rruga është ishë për fajetes, që në të asfaltu, po gropa tani dytërmisht, e të prishet dhe më shumë, dhe po. Që të vërteta, të bi gurë, ku bi shi, e prishet dhe rruga. Rruga cop, prisho, kretë. Rruga në mizi. E kalon mas dëre, jo s'ka punëtor në rrugë. Pri 6 muaj. Gjeni rrugës, cop, ka qënë ma mirë se ka qanë. Punëtor rrugë s'ka, rruga gropa, të eshtë rukush, thash. Legët janë morë, se shoboni sot e ti. Ku ti gjas, s'kom paka 2-3 muaj së shoh njërim. O ngelli rrugë e dekë, qao bo, s'ka punë më kjo rrugë. Aksi rrugor Qafbuall-Kras nisi rekonstruksionin e tij 2 vite më parë dhe duhej të kishte përfunduar që prillin e vitit të kaluar, por ende deri tani nuk është finalizuar me asfalt.